po ju i keni të gjitha kompanitë e bashkisë i keni me humbje. Në fund të vitit kur na vin projekt buxheti, të gjitha kompanitë subvencionohen. Ajo e peshku del me humbje, ajo e Landfilli del me humbje, qendra studencore del me humbje, Vlora Invest me humbje, gjitha me humbje. Dhe ju do nxirrni me 4 motora elektrik, do fitoni 1000 euro në ditë. Tani rrim çik serioz, bëjmë gjëra normale. Bëjmë edhe gjëra që duhet jenë në gjëra reale. Unë jam kundër totalisht për sa i përket këtij projekt vendimi. Ja u thash, po i bëni lekët rrush e kumblla. Muajin e kaluar blet drona 80.000 euro, 2 drona, pastaj muajin e tjetër më morën me qënd një 300 milion lek për qënd, tani doni 40.000 euro pla për Berbaki, ore zbrisni me këm tokë, bëni gjëra reale, ato 40 milion lek që janë të vjetra për bagit, për ato makinat e golfit, mund të venim në një lagje të varfër, mund bashkia të bëj 10 shtëpi apo 15 shtëpi, apo 20 shtëpi, apo një qendër shëndetësore, apo një gjë tjetër, apo tualetet e shkollës në Muradije, të cilat janë, pse keni punë ju? U Igur Rama. Kemi afate. Po e di se Igur Rama, priteni do presë, do e vizitoni në Burg.